Një stuhime për masa të mëdha pushtoi jugun e Shqipërisë, kryesisht Vlorën dhe Sarandën. Shtrëngatat e shiut dhe erërat e forta detyruan fillimisht banorët e zonës së Vlorës dhe turistë e shumë që ndodheshin në lungomare të vraponin për t'u strehuar. Si pasojë e stuhisë në disa zona u ndërpredhi energjia elektrike. Gjatë ndërprerjes për riparimin e një defekti në zonën e Potamit, humbi jetën elektricisti 55 vjeçar Bashkim Boçi, punonjës sezonal i OSHE-s në Himar. Ai ishte në terren në orët e para të mëngjesit duke punuar për rikthimin e energjisë elektrike. Erërat e forta shkaktuan dëme në disa pjesë të vijës bregdetare, por edhe brenda qytetit. Janë rrëzuar pemë, janë dëmtuar çadra dhe tenda lokalesh. Qyteti tjetër bregdetar Saranda u përfshi po ashtu nga rreshtit të dendura shiut, të cilat ndonse nuk zgjatën shumë, ishin të mjaftueshme për të shkaktuar dëme të konsiderueshme. Disa persona mbetën të lënduar, ndërsa 3 prej tyre morën ndihmë në spital. Mësohet se ata janë plagosur nga thyrja xhamave të automjeteve të dëmtuara nga rrëzimi i një pishe pranë stadiumit.